Atëherë, siç e dimë se është dita kombëtare e personave të zhdukur e vendosur në Kuvendin e Republikës Kosovës, por unë nuk e quaj ditë personave të zhdukur, sepse sot më shumë se sa dita e personave të zhdukur dhe familjarëve të tyre do të jetë dita e gjithë qytetarëve të Kosovës dhe do të jetë dhimbje për gjithë qytetarët e Kosovës. Të zhdukurit dhe plaga jonë nuk është individuale, por është një plagë që prek gjithë shoqërinë tonë. Është një plagë që nuk mund të ketë normalitet, siç kam thënë edhe hera të tjera, pa u zgjidh, pa u treguar vërteta dhe pa ardhur drejtësia në vend. Të zhdukurit nuk mund të shërohen si plagë vetëm me kalimin e kohës. Kjo plagë do të shërohet vetëm atëherë kur drejtësia do të vijë në vend, vetëm atëherë kur e vërteta do të tregohet familjeve. Siç e dim tashmë dhe që po e potencojmë që disa herë, zhdukjet, vrasjet apo edhe dërgimi i trupave me frigoriferë dhe pajisje ndryshme në përvarreza masive në Serbi nuk janë thjesht akte lufte. Ato janë krim kundër njerëzimit, ato janë gjenocid i pastër dhe ato janë një lloj krimi që në fakt bota e sotme nuk është e sheh shpesh herë. Prandaj ky krim duhet të ketë drejtësi dhe fatkeqësisht ne këtë drejtësi ende po vazhdojmë me kërku edhe te instanca ndërkombëtare dhe kudo që ne mundemi. Unë si kryesues i komisionit po edhe si familjar i personave të zhdukur mbetem të them që ne Kosova edhe qytetarët e Kosovës, sepse ne me tyre flasim, sepse di që dhimbja e gjithë tyre nuk do të ndalen asnjëherë derisa edhe personi i fundit i zhdukur të dihet fati i tij. Unë nuk mund të them lavdi sepse them persona të zhdukur, por unë nderoj gjithmonë edhe personat e zhdukur për edhe familjet për një dhimbje që faktikisht është e papërshkrueshme për ata që nuk e përjetojnë, që 26 vite që e bartin me vete. Uroj që të kenë forcë, uroj që të gjejnë kuraju që të përballojnë këtë dhimbje dhe uroj që të kthejnë në krenari këtë lloj fatkeqësie që kanë përjetu prej luftës deri më sot, sepse pavarësisht fatit fizik të personave të zhdukur, ne sot e kemi lirinë dhe në lirinë e Kosovës, në temelet e lirisë Kosovës janë edhe të zhdukurit e Kosovës. Faleminderit.